Rezultati i Maramendës i Edi Ramës, më i madh se i të gjitha herëve kur ai ka kandiduar si lider i PS-s, ngre një pikpyetje themelore, si ka mundësi që sa më shumë vërtetohen vjedhjet e paimagjinueshme të bandës në pushtet, aq më tepër asaj rriten votat. Mos vallë ne jemi një popull i prekur nga sindroma e Stockholmit, që i adhurojmë torturuesit tan, mos shqiptarëve i pëlqen të jetojnë pa minimum jetik, pa ujë 24 orë, pa pensione dinjitoze, mos vallë ata ndihen rehat me pushtetarët që i gënjejnë për premtimet që u japin, apo ndoshta Koka, Beqaj, Tahiri, Ahmetaj, Bllako, Veliaj nuk janë personazhet e urryer që i kanë futur dorën në xhep, por heronjtë e pamundur, si të cilët ata ëndërrojnë të bëhen. Të gjithë këto pyetje burojnë natyrshëm kur dikush përpiqet të largohet zhurmnaj ose denoncimit të incidenteve të vogla elektorale dhe sherrit për ndonjë kuti të kontestuar votash. Për mbi këto cicmice të momentit, ka një dilemë të thellë që kërkon shpjegim. Si mund të arsyetohet se në vitin 2013, kur ishte i virgjër dhe pa mëkate pushteti, Rama mori shumë më pak, pse mandatin e parë 2017-ën, që e mbylli pa ndonjë skandal të madh dhe të dytin 2021, që gjithsesi nuk qe aq i njollosur sa sot, doli më keq se këtë 11 maj. Pra, si ka mundësi që sa më i madh mëkati, aq më i fryrë rezultati? Të gjithë mbështetësit e pushtetit që kërkojnë të përligjin këtë paradoks, i shmangen fajësimin të një populli që ka humbur reflekset e reagimit demokratik. Duke dashur të jenë politikisht korrekt, ata kanë gjetur një tjetër alibi për të arsyetuar këtë anomali. Ata thonë se vërtet gjërat kanë degraduar, por për këtë, faji është i një opozite që nuk përbën dot alternativë, i një Berisha që e ka kapur partinë dhe e përdor për interesat e veta personale, i ca zyrtarëve të rëndomt që nuk arrin të frymëzojnë, ish pushtetarëve të cilëve elektorati nuk u jep dot më një shans të dytë për të nusëruar sërish, pra jo se Rama është më i mirë, por se fatkeqësisht nuk ka më të mirë se sa ai. Por, nëse kjo alibi e sforcuar ka mundur të mbijetoj, si ushqim për budallëin për gati 12 vite, të radh pas këtyre zgjedhjeve, ajo nuk pi më ujë. Pse? Le ta mendojmë me qetësi. Le ti pranojmë argumentet e të gjithë atyre që flasin për Berishën e plakur dhe të pabesueshëm. Le ti marrim të mirëqena edhe akuzat për një opozit pa moral, që mbron gjithashtu interesat e oligarkisë dhe prandaj ka humbur mbështetjen e publikut. Le të bindemi për një PD që nuk rinovohet dot dhe që e ka të vështirë të prodhojë ide të reja, por sërish kjo fabul nuk funksionon. Sepse në këto zgjedhje, ndryshe nga të gjitha të tjerat para tyre, oferta opozitare ishte e plot. Dikujt që si pëlqente PD-ja por ishte e djathtë, mund të votonte mundësinë e Agron Shehajt, që përveç se superliberale, ishte dhe e pakorruptuar, me një fushat moderne dhe me dje me vajza që nuk ishin të sharë. Ata që për bindje nuk e çonin dot votën djathtas, kishin një alternativë të mrekullueshme socialdemokrate, si Lëvizja Bashke e Arlind Qorrit, me aktivistë të spikatur në mbrojtje të kauzave qytetare dhe me një klithmë të vazhdueshme për barazi shoqërore. Kush i trembej traumave që riskojnë të shkaktojnë ideologjit, mund ta çonte votën e protestës tek çifti Lapaj Shabani, thjesht për të konfirmuar se nuk bie dakord me mënyrën se si po shkojnë gjërat në Shqipëri. Por jo, pavarësisht se oferta opozitare ishte këtë radhë më e larmishme se sa kurrë, Rama u rrit edhe më shumë. Bashkë me të u konfirmua edhe PS-e Tom Doshit, që përdor në miniaturë të njëjtën teknologji për mbledhjen e votës. Pra mjafton kaq për të vërtetuar se fabula sipas së cilës rilindja fiton pasi nuk ka alternativë, është një ushqim bajat për budallënj. Megjithëse mundësia për të shprehur votën kundër këtij pushteti kësaj ere ishte e pamat, ai doli përsëri më i fortë se më parë. Natyrisht që kjo anomali e ka një arsye. Ajo nuk ka të bëjë as pak me dobësinë e opozitës berishiste, por me të vërtetën e madhe se në 2025-ën, pre e vjedhjes nuk ra vetëm PD-ja, por barabar me të edhe Arlind Qorri, Agron Shehaj e Adriatik Lapaj. Kur thuhet kjo nuk duhet imagjinuar rrëmbimi i thjeshtë i votave duke thyer kutit. Jo, manipulimi është më i madh. Ai ka të bëjë me prishjen e rregullave të lojës dhe shkallmimin e çdo premise demokratike që mundson një garë të barabartë dhe të ndershme. Në këto zgjedhje dështuan të gjitha ato kundër pushtete që duhet të ruajnë ekuilibrin midis palëve në mënyrë qesharake u baltos spak, që me teatrin e task force-së së vet, sapo i konfirmoi shqiptarëve se në Shqipëri nuk ka vjedhje, blerje apo trafikim të votës. Po të shohësh si u shfryt Lumbacia e Dumanit, i cili u bë konfirmuesi i parë i këtij rezultati Maramendës, madje para OSBE Odirit, e kupton më mirë këtë. Një tjetër pushtet që në një demokraci reale duhet të luajë rolin e watchdog, u zvenit edhe më shumë këtë fushat. Kësaj ere ndodhi e paimagjinueshmja. U mbyll një garë elektorale ku nuk u organizua asnjë debat televiziv, apo ku nuk u bë një emision i plot investigativ me temën më bazike, si është qeverisur vendi këto 4 vite, cila qeveri e një vendi demokratik do ta kishte ndërruar një luks të tillë, cili autokrat nuk do ishte trajtuar po kështu. Le të marrim një shembull. Agron Shehaj, fal financave të veta të bollshme, pati privilegjin e një trajtimi miqësor mediatik. Ati vetë dhe njerëzve të tij të afërt ju bën intervista të buta dhe portrete dashamirëse, por kurrë, asnjëherë, kjo zemërgjerësi nuk ushtri deri tek denoncimet që ai ka bërë kundër skandaleve të qeverisë,
për ata që vdesin për mungesë ilaçesh, për investitorët strategjik, për koncesionet e rrugëve, për ata që kujtojnë se ai që i privilegjuar gabohen. Ai ka qenë njësoj i censuruar, sepse ai u lejua nga media të ishte trendi, por nuk u pranua si opozitar, pasi në këtë vend të merresh me qeverinë është tabu. Kjo mund të shërbesi një nga qindra mira fabulat se përse megjithse ka shumë ofertë opozitare, një pushtet që qeverisë keq, duke qenë njëkohësisht grabitës dhe arrogant, vijon të rritet. Fabula është e thjeshtë, sepse gara e ndershme dhe e barabartë ka vdekur. Po të shtosh dështimit të pushteteve të tjera si drejtsinë dhe medjave, edhe fuqinë e bandave kriminale për të imituar zgjedhësit, financimin e blerjes së votës me para të zeza, kthimin e administratës në ushtri partjake, shtu sikurse pam në video në zyrën e deputetit Braçe, e gjitha bëhet me plot. Pikërisht aty merr përgjigje edhe dilema se si ka mundësi që Rama sa më shumë diskreditohet si kleptokrat, aq më shumë rritet me vota. Arsyeja nuk është se skemi opozit, por se skemi demokraci.